Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me anën e re në Gafore, e cila është në 14 korrik. Sigurisht që do të ndaj në dy pjesë, pjesën e parë në lidhje me zonën e saj që e kemi që të gjithë në grafikun e lindjes, dhe pjesën e dytë është si ndikon energjia e Gafores tek të gjithë ne. Mësoni që ju që jeni në këto video, në qoftë se ndiqni shpirtin tuaj, pas hapi si ndryshojnë stinët, do të ndryshoni dhe ju. Pra në qoftë se ju ndiqni shpirtin tuaj, që ju do më shumë se askush, dhe sigurisht edhe mësimet e nënës sën ju ndihmojnë sadopak që pas hapi të 12 shenjat e nënës sën do t'i kalojnë që të gjithë, qofshin të plota apo të reja. Mësoni që është zona me numër 4 dhe ka të bëjë me atë që është zona e shtëpisë dhe familjes, ashtu sikurse edhe në lidhje me energjinë, disa pra si ndikon, disa pika, disa shenja, me qëllim që të kuptoni atë se çfarë po ndodh në jetën tuaj, në realitetin tuaj, pra në botën për të cilën e jetojmë. Kjo kërkon, duke qenë se është udhëheq vetë Gaforen, është nëna që udhëheq, kërkon kujdesin për vete dhe për të tjerat. Dje sigurisht ne kaluam, ishte planeti Neptun në kthim në shenjën e Dashit dhe na ndihmon që ne të arrijmë në fuqinë tonë, në veten tonë, dhe sigurisht sot është në harmoni dhe me dy planetet e tjerë, që Pluto, që është për transformimin tonë, për udhëheqjen, ne jemi udhëheqës të jetës tonë, ne krijojmë këtë jetën tonë, pra ka të bëjë me vdekje, transformim, rilindje, dhe është në kthim dhe ju e dini që është në shenjën e Ujorit, që do të thotë ngadalë, pra ti marrim gjërat me një vizion largpamës, pra jo me vendime të nxituara nga ana mendore, me impulset e egos, por me avash, dhe këtë arrim nëpërmjet lidhjes tonë me veten tonë. Tjetër është dje ishte Neptuni dhe ishte data 7 i 7, sepse ishte data 7. Korriku është numri 7 i muaji 7 dhe viti 2026 numri 1. Kush është lidhur me flakën binjake, e kuptoni tani që ju jeni lidhur me plot fuqitë e larta jashtëtoksore, zemra juaj është mbushur me energji kristalore të pastër, të një drite, të mençurisë së vërtetësisë së jetës, dhe ju këtë dritë e shkëlqeni, shënim, kujdes, sepse ju kërkoni, dhe është e vërtetë që ne marrim informacion me atë që ndjejmë, po dhe me atë nga parasit tanë, vëmendje shumë shpirtëror, japin podcaste të tjera, dhe sidomos nga ana e astrologjisë, ku lidhen me astrologjinë, me njerëzit që kanë në lidhje me këtë, bëjnë ato sensacionet në videot e tyre, se çfarë po ndodh. Pra një lloj mimike në fytyrën e tyre, frikë e tjera, dhe unë që kam energjinë që nuk më ndikon, po ndjej atë, përse? Ne duhet jemi optimist, ne duhet të dërgojmë energjinë optimiste, ne duhet të kemi respekt për misteret e universit, në fund të fundit çfarë do lloj që ndodh, nuk ndodh pa shkak, janë bashkimi i energjive, dhe një nga këto është dhe ndikimi që japim ne. Në fund të fundit kujtoni një gjë, çfarë është krijuar në këtë kohë, edhe pse kemi një ndërgjegjësim të lartë, përsëri ne duhet të kuptojmë që ajo është krijuar po nga ne, dhe këto gjëra i kemi në mënyrë të pavetëdijshme, i kemi që i mbajmë në zorët e barkut që është e kaluara jonë, që në trup të nënës tonë, sidomos gjeneraca ime e viteve 50 deri 90, kemi pra gjëra nga karma e vjetë, nga parasit tanë, në qoftë kultura, tradita, besimet kufizuese, vendi, edukimi e të tjera, që ka qenë në nivele të ulta, dhe sigurisht ne do të marrim gjërat e mira, por do të lëmë ato që nuk i shërbejnë afatit kohor, dhe në këtë rast është dhe planeti Urani që na ndihmon, që është për rinovimin ton, është për rilindjen ton, dhe kjo është ne pra na jep
shpresë dhe në këtë mrekulli, në këtë kohë, që të gjithë ju që jeni udhëheqës shpirtëror, ju lutem hiqni dorë nga mënyra për të gjykuar të kaluarën. Çfarë iku, ne nuk mund ta kthejmë, por tani me mënyrë optimiste të japim informacion që pa gjykuar të kaluarën tonë, në fund të fundit të kemi respekt për parasit tanë, në fund të fundit të kemi respekt për prindrit tanë, sepse na sollën këtu ku janë, bën më të mirën për atë mënyrën që dinin ata për afatin kohor, tani ti pranojmë që nuk ishin, pra çdo gjë e kanë bërë me atë mënyrën që dinin, ne i morëm me vete, sepse edhe ne morëm mësimet e tyre, dhe tani të vazhdojmë. Nga tani dhe në vazhdim, sepse jemi në një energji që kërkon të lidhemi me veten tonë, është koha mantra, është koha ime sepse është koha e evolucionit, të renovimit të shpejt, jo vetëm të tokës mam që është në rigenerim, pra në rinovim, por dhe ne jetojmë këtu dhe ne jemi të thirrur të lidhemi me veten tonë dhe çfarë kërkon. Këto 3 planete janë në harmoni dhe në këtë rast është që kush jam unë në të vërtet, pra pyeteni veten, kush jeni ju në të vërtet në këtë moment? A dëgjohet zëri juaj? Dhe tjetër, çfarë do të shëroni të krijoni në marrëdhëniet tuaja? Kush janë ato që ju pengojnë, që në një krah doni marrëdhënien, e doni të qëndroni, por në krahun tjetër edhe shqetësoheni, edhe keni pengesa. Pra, çfarë kërkon? Të hyni në veten tuaj, sepse përderisa ju shqetësoheni, këto lëndime i keni në veten tuaj. Pra, dhe brenda familjes ne i kemi krijuar vetë ne, sido që të jeni në çdo lloj marrëdhënie, sëmundje, marrëdhënie romantike me familjen, me shtëpinë e tjera, por në këtë rast është tema shtëpi, familje, sido që ti kemi krijuar, në konto, sidomos gjeneraca ime, kemi qenë të lënduar dhe prandaj është që do të lidhemi me veten tonë dhe kjo është që të gjithë naftojnë, kthehemi nga brenda përpara se të kthehemi nga jashtë. Ne nuk mund të arrim të ndryshojmë botën kur unë nuk e di se kush jam. Si do të ndryshoj botën nëse unë nuk e di kush unë jam? Ne jemi krijesa të duruar në këtë jetë për të jetuar me bukurinë e ndryshimeve të rrjedhës, të vetëdijes kozmike, pra që do të thotë që jemi të lidhur dhe me qiellin dhe me tokën, se çdo gjë që ndodh është që drejtohet nga energjia dhe burimi i energjisë i shpirtit ton e kemi në zemër. Pra kështu jemi të lidhur vertikalisht, janë 7 chakrat tona dhe nëse doni ta dini, të më fani, është ky është trupi jon, 7 chakrat tona që jemi të lidhur me 2 këmbët në tokë dhe me qiellin, është ndërsa pjesa tjetër që e shikoni me ngjyrën si lëvozh gajvezës është aura jon, pra kryqi. Jemi të lidhur vertikalisht me qiellin dhe me tokën, pra si jemi sipër, jemi dhe poshtë, dhe horizontalisht me hapjen e krave, pra kryqi, është hapësira jon, dhe hapësira jon është ajri që ne marrim, është fryma që ne marrim, është informacioni që ne marrim, dhe nëpërmjet aurës, pra kjo si tregova me lëvozhjen e vizës, është që ne jemi të lidhur me përreth vetes tonë për atë që ne kemi që marrim. Pra gjithçka e ndjen trupi në fillim atë që ne marrim, dhe nga trupi ne interpretojmë si, letë marrë sëmundjen, ju ndjeni që diçka në brendësi të trupit tuaj nuk ndjehet mirë. Çfarë ndodh me ju? Ju do të kërkoni vizitë, dhe çfarë ndodh në vizitë? Ju do të jepni doktorit atë çfarë ju ndjeni ju, dhe doktori sigurisht do t'ju japi përgjigjen nga ana e asaj që ka marrë, që di nga informacioni i mbledhjes, sepse në fundit ne jetojmë në këtë jetë, ne marrim viruset, ne i marrim
edhe me njëri tjetrin. Pra si do që të jem, ne kemi këtë ndërlidhje. Dhe në këtë rast, është trupi që ju tregoj ju dhimbjen dhe ju shkoni, pra e merr informacionin trupi. Ndërkohë, në lidhje me zemrën tonë, ne jemi të lidhur me qiellin dhe me tokën, por kjo lidhje nga ana vertikale, pra nga 7 chakrat, do të vi vetëm atyre ku ne të lidhemi me veten tonë, sepse ne kemi kokën, është energjia maskullore që kemi marrë pra mësimet nga paraardhësit tanë, sigurisht ka dhe gabime, nuk do t'i gjykojmë, do mësojmë prej tyre dhe do t'ecim përpara, por ka dhe anë të mira, dhe anët e mira t'i vazhdojmë t'i ndjekim se na bëjnë mirë ne, dhe anët për të cilat nuk na shërbejnë, do t'i lëmë pa gjykuar dhe do të fillojmë tani t'i përfundojmë gjërat. Ky është shekulli i mrekullisë më madhështori dhe më i rëndësishëm. Mësoni që të gjithë ne jemi të thirrur, të ulemi me veten tonë dhe në këtë rast të kuptoni që të gjithë kemi, para se të filloj të ndaj pjesën e parë, është mantra, nëse ju pranoni, është e drejta juaj me qëllim që të kuptoni që të njohin veten është fillimi më i rëndësishëm për të arritur në mençurinë tonë. Dhe mantra që do ju ndihmoj është unë e lejoj të njoh veten time dhe kjo më sjell mençurinë e drejtimit të jetës. Duke e bërë këtë çdo ditë, ju jepni mendjes tuaj atë që ne e kemi. Ne jemi të durueshëm, ne jemi që kemi qëndrueshmëri. Mendoni çfarë kemi kaluar dhe ku jemi sot. Kur mos harroni se ne nuk jemi mosha, Diana është 62 vjeçe, 57 u zgjova, 62, 5 vjet më desh të vazhdoja shërimin tim, sigurisht që i shërbej plot fuqi synore, i shërbej, zemra ime është e mbushur me kristal, është e ndriçuar me vërtetësinë e mësimeve, vazhdoj të kërkoj rritjen time shpirtërore, sigurisht i kërkoj angjëve, mjeshtave, kryangjëve të mençurisë dhe shpirti më drejton të bëj atë që unë mund të bëj, është çdo gjë në univers ka, por nuk jam e gjithashme. Unë do bëj atë që unë ndjej kënaqësi dhe sot për sot jam këtu ku jam sot. Dikush është i mençur në teknologji, dikush është në këtë të digitalizimit, që të gjithë ne jemi unik, dikush është në drejtim të shërimit me energjinë apo në lidhje me astrologjinë, në lidhje me që të gjithë jemi unik. Unë jam në komunikimin për të treguar nga eksperienca jetës time, me atë që kam kaluar para zimit dhe me atë që kalova me zimin dhe kjo është që unë bëj. Sigurisht energjia më ndihmon që të hyj me video direkt, i di të gjitha këto gjëra, se nga ana teorisë, ju lutem, nuk jam e gjithashme, nuk mund t'i bëj të gjitha gjërat me digitalizimin. Di që telefonin e përdor që të lidhe me shtëpinë dhe me familjen time, për këtë t'jeni të sigurt. Dhe ndërkohë telefoni nuk e përdor dhe jashtë, unë jetoj jashtë shtetit dhe unë telefonin e kam pa internet jashtëm, e përdor me internetin e shtëpisë. Dikush mund të thotë, por dhe të shohni dhe njerëzit që ankohen e kanë internetin jashtë. Unë e shikoj të arsyeshme, nuk e kam nevojë internetin në botën jashtme, edhe pse na ndihmon për të gjetur vende të ndryshme. Sigurisht nëse dua të di këtë, e marr informacionin në shtëpi, se ku do të shkoj, dhe vazhdoj edhe e drejtoj rrugën. Kjo jam unë, ndoshta dikush më ta quaj me të vjetër, me të ren, unë ndaj eksperiencën e momentit tani. Dhe momenti tani për mua është komunikimi për të treguar që gjeneraca ime ka shansi që të lirohet nga çdo gjë që nuk na shërben, me qëllim që ta jetojmë jetën në bukuri, ndoshta si prindërs, ndoshta si gjyshe, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe të fillojmë me pjesën e parë, pra ne nuk jemi mosha, ne jemi energjia. Dhe kjo energji kam sot, nuk e kam patur dhe më parë. E para të kuptoni që është zona që na ndihmon për të lidhur me shtëpinë dhe me familjen,
Çfarë prisni sigurisht, duke qenë se u di që nga nëna anësh elementi ujit, do të prisni emocionet e tuaj, probleme në lidhje me shtëpinë, probleme në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me motër, vlla, me njerëzit që ju keni i konsiderojnë si familje. Për atë që ju sjell shpirti juaj. Tjetër të imagjinoni që të gjithë ne kërkojmë çfarë dëshirojmë që marrëdhënia jonë të jetë e shëndetshme, të jetë e mrekullueshme, që të gjithë e duam këtë. Imagjinoje atëre këtë ditë mrekullueshme që është në ardhje, jetoje, sepse atë që imagjinon ja jep mendjes dhe ti e krijon. Pra imagjinoje që je me shtëpinë tënde, kudo, në shtëpi ose jashtë, si të duash, po imagjinoje, ndjeje që është kjo mrekulli dhe ti je sigurt që duke ndjekur shpirtin do ta marrësh këtë bekim. Ndërkohë është që të keni parasysh që të kuptoni që ju kërkon nga vim, kush është Pierali, kush është Plearia jon, kush është shtëpia jon, kush është kuptimi i familjes për ne. Mesazhi në nësan të kuptoni që të gjithë që ka të bëjë me atë që ku ne ulemi me veten tonë dhe shikojmë marrëdhëniet tona me vërtetësi, pavarësisht se si ju vinë, të pranoni që ju tregon që është jeta jonë. Dhe është e vërtet, sido që të kemi kaluar, atë që na sjell shpirti është e vërtet. Edhe nëse ndjehet e pakëndshme, edhe nëse ndjehet e këndshme, të kuptoni që është ajo me vërtetësi. Dhe në këtë rast, sido që të ndjeni, ta vazhdoni këto 4 muaj, sepse është ëna e re dhe është potenciale. Si e hidhni farën, sipas pyetjeve që bëra. Çfarë kërkoni, çfarë ju nevojitet që të jeni të sigurt në këtë jetë. Pra në marrëdhënie, në botë, në realitetin tuaj e tjera. Ndërkohë është një fillim i ri për të gjithë ne, pra ënat e reja tregojnë një fillim të ri, ashtu si shtinat. Pra verë ne jemi në një ndjeshmëri të lartë, pra ndaj ndjeni pak më të qetë, ndjeni në atë armoni tuaj, por kujdes në çfarë cikli jeni, se që të gjithë jeni unik. Dhe në këtë rast është një fillim i ri për të gjithë ne, me qëllim që do të kuptoni në këtë moment ku jeni arritur, për shembull në lidhje me lidhjen që keni me dikë, me këdo, pra me shtëpinë romantike apo me veten tuaj, pra me shpirtin tuaj apo dhe me marrëdhënie me të tjerat, është një paralajmërim që jini të vëmendshëm, është një paralajmërim që o ju do të largoheni nga dikush për të cilën nuk ju njeh me të vërtetën tuaj, ose ju do të bashkoheni me dikë. Dhe tjetër është dhe ëna që jemi në këtë kohë që të rinovoni, varet si keni arritur, të merrni me shtëpinë tuaj, ta rinovoni, ta dekoroni, ta bëni ashtu si ju kënaq ju, pra ta pastroni në kuptimin e mirë me atë që ju kënaq ju. Tjetër, si të veproni, sigurisht që të gjithë jeni të lidhur me shpirtin, se prandaj jeni këtu mantra që do të përdorni para se të hyni në meditim, dhe sigurisht që ta bëni me nënën, edhe pse nuk e shihni anën e re, pra hidheni farën në këtë rast, ta bëni fakt, sido që të ndodheni në situatën tuaj, unë e di kujt i përkas. E bën fakt, në qoftë se ti jeton me marrëdhënien tënde, me fëmijët tuaj, dhe ti i kushton si fëmijëve dhe nuk ka asnjë problem, por ndërkohë ke probleme në marrëdhënie, atëre ai shikon shtëpinë tënde si shtëpinë tënde, apo vazhdon të vësh gishtin këtë të tjerët. Duke bërë këtë, pra me shpirt, se shpirti kërkon vetëm mirënjohje dhe mirësi. Sillu mirë dhe do të marrësh mirësi. Jep dashuri dhe do të marrësh dashuri. Me shpirtin, me mendjen, këto janë që ne kemi lënduar njëri tjetrin, por tani ju jeni lidhur sepse shpirti ju bëri të vetëdijshëm. Pra jeni bërë të vetëdijshëm. Mënyra se si pranoni jetën është në dorën tuaj. Tani që do të thotë, duke bërë këtë që unë e di kujt i përkas, ti fillon pa nga pak të krijosh, nëse e do personin dhe do të rrish, atëre fillo jep dashuri, sillu mirë me veten, po në fillim me veten, sepse pa e kuptuar, nëse ne nuk lidhemi me veten, me hijet tona, me energjitë që kemi të bllokuara, ne nuk jemi në veten tonë, nuk jemi me shpirtin, ne jemi me mendjen, dhe kjo bën që
të vazhdoni pa e kuptuar të vini gishtin, qoftë dhe në tjetri. Nuk e ka tjetrin. Jemi ne që kemi krijuar këto sepse jemi të ndërlidhur. Çato Diana vjen ke ju. Qofse Diana nuk është optimiste, edhe sigurisht dhe ju nuk do të ndjeheni optimist. Unë dërgoj këtë energji të frymëzuar të dashurisë sepse e kemi që të gjithë, e kemi në zemër dhe kjo është që jemi të ftuar, jo vetëm të hapet zemra, por edhe të lidhemi me zemrën sipas asaj që ju jeni. Ndërkohë çfarë të bëni, filloni riorganizoni në shtëpinë tuaj, keni fotoalbum apo digital në lidhje sepse duke I parë këto gjëra edhe kujtohet bukuria dhe buzëqeshni me to me prindrit tuaj, të shikoni prindrit tuaj, të shikoni janë apo s'janë gjallë, ne kemi foto, sidomos generacia ime bardezi. Tjetër të krijoni shtëpinë tuaj ashtu si ju e ndjeni, për një pjesë mund të transferojni në shtëpi të re, se varet që ju drejton shpirti dhe e keni këtë shans që mund të merrni nëse keni kërkuar, keni qenë të hapur në univers, të transferojni apo të krijoni apo shisni shtëpinë dhe doni të emigroni, se që të gjithë jeni unik. Ndërkohë është që lidheni me gjyshin tuaj me qëllim që të merrni informacion, nëse jetojnë, se varet si jeni, që të gjithë, por gjithsesi kjo është pak a shumë që të bëni, nëse prindit jetojnë, shikojni e tjera, pra është koha juaj. Ndërkohë është që do të përdorni 3 afirmime dhe kush janë? Afirmimet na ndihmojnë ne që t'i japim mendjes tonë transformim të gjërave që në mënyrë të pavetëdijshme I kemi të ngarkuar dhe në këtë rast ne transformojmë energjinë dhe të jeve mendore dhe e para. Unë e dua familjen dhe familja më do mua. Çdo gjë është e sigurt dhe e rregullt në jetën time dhe unë e dua shtëpinë time. Kjo edhe nëse nuk jeni për momentin në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj që ka akoma shqetësime apo ka akoma për të bërë gjëra, kjo ju ndihmon gjatë gjithë muajit, ju ndihmon ju, pra ju dërgoni këtë energji optimiste që ta krijoni këtë mrekulli. Tjetër energjia nga ana e numerologjisë është me numri 4. Numri 4 ka të bëjë me atë, jo vetëm që është gaforja, por dhe nga ana e astrologjisë udhëhiqet nga planeti Uranit. Themeli I shtylla e krijimit të botës është krijuar nga fuqia, nga besueshmëria, nga disiplina dhe nga struktura. Dhe kjo jemi dhe ne që jetojmë në këtë botë. Mësoni që ka të bëj me rregullin, ka të bëj me pastërtinë, ka të bëj me praktik, ka të bëj me atë që ne jemi me të vërtet krijues dhe kur mos harroni se ne si qenie njerëzore më e rëndësishme që me të vërtet për të jetuar jetën me mençuri është vetëdijësimi, lidhja, kush ne jemi në të vërtet, ndërgjegja që ne të njohim me vërtetësi kuptimin e drejtimit të jetës, ashtu si krijesa e ka krijuar ose krijuesi krijesa janë bashkë, pra ekzistenca jon, bota jon, dhe mbi të gjitha është që ne kemi vullnet, ne jemi me këtë trup multidimensional, ne kemi 2 këmbët, ne kemi duart tona, këtë trup multidimensional me mendjen tonë, kur ne jemi të qartë për atë që ne duam të jemi të hapur në botë, por që vjen nga zemra jon. Pra ne jemi krijues dhe ne krijojmë atë që ka nevojë zemra jon. Dhe kur ne dëgjojmë dhe japim atë që ka nevojë, është që ne do të krijojmë botën tonë. Tjetër është shakra në dimensionin e tretë, ka të bëjë me shakrën e syrit të tretë. Dhe kush është shakra e syrit të tretë? E dëgjoni zërin tim, është energjia. Shakra e syrit të tretë është këtu, pra midis 2 ballit, syri i tretë, ka të bëjë me të vërtet me mençurinë tonë, me intuitën tonë, me intuitën e brendshme, dhe në këtë rast kur ne hapim zemrën, që është kjo ngjyra jeshile, kur ne hapim zemrën, pra e hapim zemrën, ne kemi një intuitë të lartë, dhe në momentin që ne kemi një intuitë të lartë, ne është që ne fillojmë pra të kuptojmë më shumë, sepse jemi të lidhur me zemrën tonë, dhe ky trup, kjo zemër, mban misionin dhe drejtimin e jetës tonë, për atë që ne kemi ardhur në këtë jetë.
Kudo që të jeni në këtë moment, në qoftë se ju vazhdoni, çfarë cikli jeni, qoftë se ju vazhdoni hapasapi, jo vetëm si ndryshojnë stinët, por si ndryshojnë dhe fazat e nënës, në qoftë të reja, qoftë të plota, ju do të arrini që intuita juaj do të jetë e lartë, pra shisat tuaja, ndjeshmëria juaj do të jetë e lartë, pra ju do të lidheni me burimin e energjisë, që është Zoti juaj, është universi, është zemra juaj, e keni në brendësi, pra kjo është jo vetëm hapja zemrën që lidhemi me dimensionin e 5, por një pjesë nga ju për të lidhur jo njojën tuaj personale, por dhe profesionale, do t'ju bëj që të lidheni dhe me zemrën tuaj. Që të gjithë jemi unik dhe që të gjithë do të bëjmë atë që është blerë në veten tonë, për atë që kemi mision dhe është në zemër. Pra, kjo është ka të bëj me ngjyrën, pra e shihni si blu e errët, blu e qiellit, sigurisht është si vjen kjo lloj ngjyre, kuptoni në momentin që ju komunikoni me zërin tuaj, me vërtetësi, pra aty që vjen nga zemra, është duke qenë se njihni dhe botën, pra e kuptoni dhe botën, pra nga ana kolektive ne e kuptojmë botën, por tani ne jemi ftuar të lidhemi, të dëgjojmë zërin tonë, ta shprehim. Dhe kjo vjen ku ne çlirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben, qoftë nga karma e vjetër që ndihmohemi nga shekulli, pra ndihmohemi nga planetet jashtë toksor, në kuptimin janë rrotëllojnë rrjedhin, po janë larg, por që ndihmohemi nga ana kolektive, por edhe vetë si person me qëllim që duke u lidhur me veten tonë të njohim kush ne jemi në të vërtetë, sepse kemi ardhur me një mision. Ta jetojmë jetën. Jeta është e shkurtër për të vuajtur, dhe sidomos ne jemi qenie humane, shoqërore për të lidhur me njëri tjetrin, dhe sidomos në këtë rast me shtëpinë dhe me marrëdhëniet tona. Pra bashkimi i ngjyrës të fytit, pra që është në ngjyrën BCL hapur me njojën e botës me ngjyrën Leila, kur e imagjinoni, pra këtë ngjyrë në blu, pra blu e errët që është këtu, rrotullohet me ju dhe kur ju e ndjeni këtë, ju i ndjeni në brendësi ato ngjyrat që ju vinë, gjithsesi pra nëse ju jeni të lidhur me ngjyrat që ndjeni në brendësi ato të lëvizin, ato nuk janë fiksuar se është energji që lëviz, por që ju vjen, atëre ju e kuptoni që keni një intuit të lartë. Në dimensionin e 5, për të cilën është shakra e dytë në zorët e barkut poshtë shkërtizës, është shakra sakrale dhe me ngjyrë portokalli. Kjo shakër, pra ta imagjinoni ngjyrë portokalli që rrotullohet në zorët e barkut, dhe në këtë rast të kuptoni që ka të bëjë me atë. Kur kjo shakër, pra që keni punuar me shpirtin tuaj, me emocionet, pra në lidhje me veten tonë, me të tjerët, me shtëpinë tuaj dhe me familjen tuaj, është kur kjo shakër është në fjalë që keni arritur në dimensionin e 5, pra të thotë që zemra juaj është hapur, sido që të jeni, ndjehet e ngrohtë, ndjehet mikpritse, ndjehet që doni të krijoni një marrëdhënie të mrekullueshme me këdo, edhe me atë që ju ka lënduar ju. Pra kjo është që ka të bëjë në këtë rast, dhe sigurisht që në qoftë se jeni në këtë moment, pra që dhe sidomos në këtë kohë pak a shumë ne jemi ndihmuar që jemi të lidhur, por nëse ju keni një ditë që nuk ndjehet mirë, sigurisht duke u lidhur me shpirtin tuaj, ne nuk i lëmë më këto emocione të bllokohen. Pra ju dini se si të veproni me atë që ne kalojmë gjatë ditës, sepse kjo është që ne vazhdojmë me vullnet, pra duke ndjekur shpirtin ton, me vullnet të përmirësojmë ditën, pra jetën çdo ditë, sepse jeta është në zhvillim, në ndryshim, është energji, dhe ne kemi këtë energji jetësore, ku ne lidhemi me zemrën tonë, hapim zemrën tonë, lidhemi me zemrën tonë, që të gjithë jeni unik, që të gjithë keni një mision dhe drejtim për atë që shpirti ju ka sjell këtu. Tjetër është që na ndihmon në këtë
Antëre është kryangjëlli Gabriel. Vetë emri Gabriel do të thotë që Zoti është fuqia ime dhe fuqinë tonë kemi në zemër. Kuptoni një gjë, superfuqia është kjo zemër është që mban lirin, mban lumturinë, është superfuqia jonë, mban mençurinë e jetës tonë. Të kuptoni që vetë Gabriel të ndisni një qiri dhe do të bëni mantrë, por para se të bëj mantrë që do të bëj pika, të kuptoni që na ndihmon që të gjithëve ne me lajmet e mrekullueshme të vërtetësisë së jetës në lidhje me dashurinë hyjnore, me mençurinë e vërtetësisë si e ka krijuesi së bashku me krijesën këtë, pra ekzistencën, sepse universi drejton energjinë dhe janë lidhja e 2-3 energjive që krijojnë bukurinë e jetës në mënyrë të vazhdueshme. Dhe në këtë rast të kuptoni që na ndihmon ne, unë dua t'ju tregoj në lidhje, mësoni që kur të organizoni dhe të lidheni me këtë shakër, të kuptoni që është zemra jonë. Pra, ose e keni hapur, ose e keni lidhur. Dhe e gjitha është duke qenë se na mbron ne kjo zemër, na mbron kur e dëgjojmë, na jep atë që dëshirojmë dhe ne japim atë që nevojitet, pra atë që ne kemi vlerë. Dhe në këtë rast, Gabrieli na mbron ne, na njofton me mësime të mençura dhe sigurisht përcjell tek njerëzit, tek të gjithë vërtetësinë e dashurisë së vërtetë, të dëmshurisë, të bukurisë së jetës, dhe duke qenë se ja t'ju tregoj në kush është në sipamje, më falni një minutë. Shifeni këtu, ky është, unë kam marrë këtë foto, janë foto nga më të ndryshme, por është Zambaku që është i bardhë, tregon që jemi në ndriçim, në transformim, në pastrim, gjë e bardhë, po ndërkohë shifeni në zemrën e tij, është lidhja me universin, në këtë rast me tokën më amë, është zemra jonë, është hapur, është kristalore, është një energji e mrekullueshme, dhe në këtë rast ju ndihmon që të gjithëve që të merrni mësimet e vërtetësisë së jetës, që e keni që të gjithë duke hapur zemrën, apo duke u lidhur me zemrën sipas asaj që jeni, dhe në këtë rast në lidhje me emocionet tuaja, në lidhje me sigurinë financiare, ndoshta kërkoni që të krijoni marrëdhënie të mrekullueshme qoftë dhe me ato që ka lëndime, pra ju ndihmon si ndërmjetës, ndoshta ju ndihmon kërkoni që të krijoni një familje pra me veten tuaj dhe me të tjerët, pra ju ndihmon në lidhje me familjen, ju ndihmon në lidhje me shtatzanin, ashtu sikurse edhe për të qenë një prind i mrekullueshëm, që të gjithë ju që për atë që kërkoni do të përdorni këtë mantrë gjatë gjithë muajit. Ndisni një qiri dhe thuajini në anën e re, dhe pse nuk e shihni pra në datë 14 apo një ditë përpara, por ta dini që gjithë muajin ju ndihmon duke përdorur i dashur kryangjëll Gabriel. Ju lutem më ndihmoni që këtë muaj që gjatë këtij muaji që punoj me njohjen personale dhe me marrëdhëniet e mia, pika, për atë që ju doni, a janë emocionet, a janë siguri financiare, pra në jetën tuaj, a është shtatzania, është prindri mrekullueshëm, është lidhja me marrëdhëniet për të cilat nuk funksionojnë dhe që doni që të vazhdoni, atëre pika, ju do ta vendosni çfarë kërkoni dhe me ndihmën dhe udhëzimet tuaja të arrini potencialin tim. Faleminderit. Tjetër është perëndesha Diana, e cila ja ta tregoj kush është. Shikoni, perëndesha Diana është në natyrë, është sigurisht është mesazhi i angjëllor midis qiellit dhe tokës, me shigjetën e saj është nga ana e pararzëve tanë në kohën romake, është njihet si perëndesha i gjuetisë dhe dikur e shtrigave. Unë nuk e pranoj fjalën shtrig, ka qenë për atë kohë, sepse nuk dinin, ishte
kemi qenë pa fuqi, edhe pararësit tanë kanë qenë pa fuqi, pavarësisht se kanë bërë diçka të mrekullueshme në lidhje me zhvillimin tonë nga ana e qenies tonë njerëzore, sepse kemi arritur në një nivel të lartë, nuk e shikoj nga ana materjes, pavarësisht se kemi qenë të fiksuar, me mira vite kemi marrë karmën e vjetër, por tani është në këtë kohë, ndërgjegjësimi i qenies tonë në kolektiv është i lartë, tani jemi thirrur të lidhemi me veten tonë dhe Diana është e pjelloshmërisë, është e lidhur me nënën natyrë, me nënën hënë. Kjo është një mrekulli, është vetë emri Diana, do të thotë dritë, do të thotë pastërti, do të thotë virgjëri. Pra ajo që ne si dikur fëmijë dhe sigurisht në këtë rast të rrisni, nëse keni nevojë për të ndizni një qiri dhe të rrisni emrin e Dianës, dhe para se t'ju jap mantrën, na ndihmon ne, nëse jeni që doni të bëni diçka, jeni i varur nga diçka apo për dikë ju ndihmon në lidhje me zgjidhjen që ju kërkoni, dëshironi, për atë që i nevojitet shpirtit tuaj, ndoshta kërkoni lirinë, kërkoni të jeni vetvetja, ndoshta doni të jeni të pavarur, nuk doni më të jeni të lidhur, të varur nga të tjerat, ndoshta kërkoni të ndiqni qëllimin tuaj, ndoshta kërkoni të jeni një prindi mrekullueshëm apo të mbeteni shtatzëne të tjera, pra gjithsesi të kuptoni që ju ndihmon sepse ka energjinë femërore dhe me shigjetën e saj. Dita juaj atë shigjetën, dhe në këtë rast është energjia femërore, është që ju drejton në qëllimin e jetës për të jetuar jetën me bukuri, me vërtetësi, dhe në këtë rast është që ndihmon gratë, ndihmon fëmijët, ndihmon pyet, pra çdo gjë në natyrë dhe kafshët. Dhe në këtë rast, sipas asaj që ju tregova këtë, përdorni këtë mantër, e dashur Perëndesha Diana, ju lutem më ndihmoni gjatë këtij muaji që të arri të realizoj dëshirën pika për atë që ju doni, me qëllim që të krijoj bukurinë e marrëdhënies me vete dhe me të tjerët në dashurinë hynore. Faleminderit. Në tjetër është ligji i universit, ka të bëjë ligji kompensimit. Ne ky ligj ta mësoni është si ne jemi brenda, jemi dhe jashtë. Pra në qoftë se ne jemi të lënduar në brendësi, qoftë në vete, qoftë në shtëpi, këtë e bëjmë dhe jashtë. Jeni të sigurt për këtë. Pra është pasqyrim. Në fund të fundit, çfarëdo lloj që sidomos generaca jonë që kemi kaluar, jemi ne si që njerëzore që e krijuam këtë lloj mënyre jetese, duke shtyr njëri tjetrin në çdo aspekt të jetës, duke vazhduar atë që edhe brenda familjes, duke qenë të zemëruar, të irrituar e të tjera, pra i kemi krijuar dhe tani të kuptoni që ligji i kompensimit është si i sipër, si poshtë, pra si brenda, si jashtë. Mësoni që nëse ne shikojmë realitetin ton, jetën ton, botën ton, pra me frikë, me pasiguri, të pakënaqur, sigurisht ne këtë do të tërheqim, pra të jeni të sigurt për këtë. Kjo është pasqyrimi i jetës ton, por kur ne ndjekim shpirtin ton, të kuptoni që ne do të arrim, pra si jam, nëse unë jam i dashur me veten time, unë këtë dashuri e jap edhe për rreth dhe më gjerë, sepse është dashuria e vërtet hynore, dhe kjo është, ne jemi të thirrur jo vetëm të hapim zemrën, por dhe të lidhemi me zemrën sipas asaj që jemi. Pra nëse bota juaj duket e çrregullt apo çfarëdo lloj si ja vini emrin ju, atë do të rriqni, qoftë dhe në marrëdhënien tuaj romantike apo me familjen e të tjera. Pra si e shikoni ju? Atë që shikoni ju është ajo që shikon, pra si e shikon ti, është nga brenda, e shikon dhe jashtë. Pra ndaj jeni të vëmendshëm, kompensimi kërkon që ne të arrim në veten tonë, do të thotë sa më shumë ne të lidhemi me zemrën tonë, sa më shumë të hapim zemrën tonë, hap pas hapi, ne do të kuptojmë që ne jemi pasqyrim i jetës, i realitetit tonë. Pra nëse unë dërgoj dashuri, nëse unë dërgoj këtë optimizëm dhe tregoj që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, është sepse unë po jetoj, dhe është e vërtet.
Dhe këtë e dërgoj me kënaqësi dhe me dëmshuri dhe me dashuri dhe me punë vetmuese dhe altruiste për t'ju ndihmuar që të gjithë, nëse ju jeni të lirë, se askush nuk ju pengon. Qoftë dhe brenda familjes, unë nuk mund të ndryshoj kërkëm dhe brenda familjes, qoftë dhe motrën time, por unë bëj atë që me dritën time jap dhe bëj atë që ndjej në zemër, jap vërtetësinë, se si e marrin të tjerët është drejta e tyre, është liria e tyre. Prandaj, si jeni brenda, jeni dhe jashtë. Mbajni shënim. Si jeni sipër, jeni dhe poshtë. Pra, nëse besoni në Zot, shënim, sepse në pa fuqi ju besoni, pra të njashëm, ju besoni që Zoti është dar. Sigurisht ne jemi të lidhur me qiellin, por kur mos harroni se me shpirtin Zotin e keni në zemër. Kjo është e vërteta. Besoni ku të doni se është e drejta juaj, por kur mos harroni Zotin e keni në zemër, dhe këtë kërkon afati kohor që drejtohet po nga qielli, hapni zemrën, dhe mbasi të hapni zemrën, ju do të arrini të lidheni dhe me zemrën, se çdo gjë vjen hap pas hapi. Dhe sidomos ky shekull 21 është shekulli më i mençur dhe më i mrekullueshëm, që askush nuk mund ta parashikojë çfarë mund të ndodhi, por që të gjithë ne jemi të ftuar që kur lidhemi me veten tonë, ne do të krijojmë atë jetën, realitetin, botën tonë, sepse jemi pasqyrë e asaj që ne e krijojmë. Pra nëse kemi qenë të lënduar dhe tani jemi lidhur me shpirtin, shpirti na drejton dhe na ndihmon që ne të lirohemi. Tjetër është rrezja qiellore. Rrezja qiellore ka të bëjë me rrezën numër 4, drejtohet, menaxhohet nga Paul Venedikas. Të kuptoni që është me të vërtet, më falni, sa ta ndjerë, unë ka marrë këtë foto dhe me të drejtë sepse unë jam që ndihmoj njerëzit në lidhje me eksperiencën e jetës time, parazimit dhe në zjem. Dhe sigurisht unë shërova në natyrë edhe me të drejtë e quaj veten me pararësit e mi dhe në këtë rast të kuptoni që unë udhëhiqem nga plot fuqitë e larta dhe në këtë rast, në këtë shenjë menaxhohet nga pra në mikëshyrjen e Sint Germain ose Germain, pa është mjeshtri i mençur, i mençurisë gjithçkaje në çdo aspekt të jetës. Mësoni që kjo ka të bëjë me këtë që ne na ndihmon me dashurinë hynore, pra na ndihmon ne dhe në këtë rast po dëgjoni këtë informacion në lidhje me dëmshurinë, në lidhje dhe me krijimin, dhe që të gjithë ne kemi, pra na ndihmon për paqen, pra të arrijmë në një paqe edhe në qartësi mendore, në qetësinë me atë që ndjem në brendësi të shpirtit tonë, pra ajo që na drejton zemra jonë, ndërkohë në lidhje për të arritur në ekuilibër, duke komunikuar zemër me zemër, por edhe mendje me shpirt, sepse varet sipas asaj që jeni, pra në lidhje mendja dhe trupi të jenë në harmoni, në lidhje me emocionet tona, në lidhje me trupin fizik, në lidhje me mendje të qartë dhe me shpirt në paqe, pra që të gjitha këto na sjellin në harmoni, dhe kjo është që na rrezja me numër 4 dhe është zemra jonë. Kjo mrekulli që hap dyert për të gjithë ne, sepse mban dashurinë hynore, mban misionin dhe drejtimin e jetës tonë. Kur ne dëgjojmë këtë zemër, kur ne hapim këtë zemër dhe japim atë që ka nevojë na pastron nga çdo gjë që nuk na shërben, dhe mbi të gjitha ne lidhemi pa gjykuar, pa kritikuar atë që ne kemi kaluar se ka qenë jeta jonë me aftësitë tona krijuese. Dhe kjo është që ne zbukurojmë jetën me bukurinë e brendshme dhe si rezultat atë që unë ndjej brenda e shkëlqej dhe jashtë. Dhe kjo është që ne kemi ndërlidhje me njëri tjetrin. Dhe pjesa e dytë në lidhje me pak shenja, në lidhje me energjinë e para është që të gjeni kohë të lidheni me familjen, sido që të jeni, nëse keni kohë tani është koha që të lidheni me familjen tuaj, sidomos të shkoni prindrit, nëse i keni gjallë, nëse nuk keni gjallë, sigurisht shpirti u drejton të shikoni foto dhe të buzëqeshni me to, sepse prindrit tanë kanë qenë
të mrekullueshëm pavarësisht se çfarë roli kanë luajtur, ndoshta dhe kanë ndikuar te ju, por gjithsesi ne do t'i palim sepse ashtu ishte niveli I tyre, bën më të mirën, ashtu e dinin. Tani ne të vazhdojmë të shlirojmë nga këto energji pa gjykim, pa kritik, dhe t'i duam se në fund të fundit ata na sollën në këtë jetë. Është energjia e bashkimit të tyre që ne jetojmë këtu. Dhe shpirti I tyre është në veten tonë, prandaj ne do të lidhemi. Në qoftë se nuk keni familje, me njerëzit që I trajtoni si familje, ashtu sikurse në qoftë se keni probleme me marrëdhëniet tuaja, këtë muaj të punoni, të falni sepse ishte niveli I ulët. Falni me dashuri. Falni edhe atë që nuk ju ka bërë mirë dhe sigurisht ju do të liroheni. Ndërkohë të eliminojmë pasigurinë, për sa kohë ne kontrollojmë jetën, kemi frikë, jemi të pasigurtë e të tjera, apo në lidhje me zotërimet që ne mbajmë fort, kjo na pengon, na blokon, dhe prandaj është vetë gaforja, ju e dini që ka atë guackën në trup, pra e mbrojmë veten tonë, dhe nuk ka asgjë gabim të mbrojmë veten tonë. Por tani të njihemi me pavërtetësinë, sepse pavërtetësia është frika. Frika nuk na lë që ne të krijojmë. Frika, pasiguria është ajo që të zotrojmë gjërat dhe kur nuk shkojnë, prandaj e gjitha bëhet që nëse keni shqetësime të lirohemi nga këto gjëra, duke u lidhur me veten tonë. Edhe e gjitha, siç u thash, do të lini me falje dhe me dashuri, me mirësi, ne do të lirohemi. Tjetër është të kujdeseni për vete, dhe kjo ka të bëjë sa më shumë të ndjeni me veten tonë të ngrohtë. Ne kemi këtë ngrohtësi, të dëgjojmë zemrën tonë, ne jemi të thjeshtë. Ne jemi në faktikisht ne kështu jemi të krijuar, dhe energjia e gafores na jep këtë se drejtohet dhe nga nëna anë. Atëre ajo që të arrini që të kujdeseni për vete, kujtoni në kohën që keni qenë fëmijë me gjyshen dhe gjyshin që na merrnin gjithmonë si fëmijë kur ne kishim probleme, në kohën e fëmijërisë, na jepnin janë të gotën e qumshit apo çfarë bënin, dhe ne ndjenim që ne ishim, pra merrnim kujdese të tjera, sepse e dini atë shprehjen që kanë përdorur prindit tanë që fëmia I fëmisë është si mjalti dhe është e vërtetë se unë jam bërë gjyshe. Prandaj kjo është që ju kujton, ju sjell kujdesin e vetes dhe për të tjerët, dhe silluni si fëmijë dhe t'jeni të sigurt që jetën tuaj do ta bëni të mrekullueshëm. Tjetër, të rishikoni, të ndiqni zimnin, të shikoni qëllimin tuaj ku keni arritur, kudo që të jeni, shpirti ju solli me një qëllim, me një drejtim, dhe tash rishikoni këtë. Pyeteni veten, ku keni ardhur në këtë në moment, pra çfarë keni arritur deri tani, falenderoni për të, çfarë kërkoni të vazhdoni, dhe ndiqeni. Në qoftë se nuk jeni në atë që dëshironi, atëherë ktheuni, uluni me veten tuaj, ndiqni në veten tuaj, në fillim me qëllim që të arrini, të krijoni atë qëllimi në vete, çfarë kërkon në veten tënde, çfarë kërkon dhe pastaj jep këtë dhe në bërësi, dhe në qoftë se nuk e keni të arritur, ju do të ktheheni. Për ju që e ndjeni, sigurisht ju ndihmojeni, jeni të lirë, jeni të hapur, çfarë kërkoni me qëllimin tuaj, që në qoftë se e ndjeni, ja u solli zemra juaj, ju ndihmojeni dhe të vazhdoni. Dhe tjetër, bëni banjës, që do të thotë, duke qenë se është elementi ujit, hyni në dush, si çliron dushi, ose shkoni në det, është koha tani që shkoni me familje në det, në liçe, në përrenj, në lumen, çdo lloj që të keni, sepse na ndihmon, është energjia e ujit, është energjia me të vërtet që na bën më shumë të ndjeshëm, dhe në këtë rast edhe për ju që jeni gra, që keni nevojë për shtatzanin tuaj, që kërkoni fëmijë apo të bëheni prindër të mrekullueshëm të tjerë, që të gjithë e dini, po ju për shtatzanin ju hyni në vaska në banjo me ujë të ngrohtë, me qëllim që I se hynë mitra juaj në brendësi, edhe në këtë rast jepni asnjë embrionit ton, sepse ju jeni në marrëdhënie, dhe në këtë rast kërkoni fëmijë. Duke bërë këtë të shpesh në jetën tuaj, ju do të arrini edhe të lidheni me shtatzanin, dhe Perëndesha Diana ju ndihmon se si të ngelni shtatzën nëse kërkoni të ndihmoni fëmijët tuaj apo veten tuaj, se varet si jeni. Sigurisht kjo është video për sot, dhe me mua më pafshim deri në video tjetër. Faleminderit.